Mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizioni 21. Agjencia e Menaxhimit Emergjent në raportin e saj për gjendjen nga vërshimet tha se në Prishtinë ka vërshime në rrugën e Çaglavicës dhe në nënkalimin për Kacës. Edhe në nënkalimi i Shkabajt, rruga për Obiliq është po ashtu i vërshuar. Në fushë Kosovë, sipas agjencisë, vërshime ka në fshatin Lismir. Rruga në fshatin Kuzmin e blokuar për qarkullim. Në Slatinën e Madhe, afër Urës, vërshimet të shkaktuara nga kanalizimet e blokuara. Pas rreshjeve të vazhdueshme dhe rritjes së nivelit të lumenjve, është konstatuar rrezik real për dalje të lumit Sitnica nga shtrati, thuhet në njoftim. Pasqyrojmë tutje gjendje në rrugët e vendit, e cila sipas raportimeve nga terreni kërkon kujdes të shtuar të pjesëmarrësve në trafik, ndërsa në një përmbledhje lajme shkurt ndiqni edhe të tjera informacione. Moti dimror me temperatura nën zero dhe rreshtet e borës që kanë përfshirë pothuajse gjithë rajonin, vazhdojnë të shkaktojnë probleme vështirë të tejkalueshme, veçmas në trafik. Sipas Policisë së Kosovës, i mbyllur për qarkullim mbetet aksi rrugor Feriza i Gjilan, konkretisht segmentit e fshatit Sojev për shkak të grumbullimit të ujit në rrugë. Automjetet që qarkullojnë në këtë drejtim udhëzohen të shfrytëzojnë rrugë alternative Feriza i Mirosal, Gjilan dhe Anasjeltas. Ndërkaq rrugët në përfshatra janë të kalueshme, por qytetarëve u rekomandohet kujdesi shtuar gjatë qarkullimit për shkak të sasisë së madhe të borës dhe kushteve të vështira atmosferike. Qarkullimi në aksin rrugor Prishtinë-Pej, respektivisht për aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari, është zhvilluar me vështirësi mëngjesin e së dielës si pasojë e rreshjeve të borës dhe temperaturave të ulta. Në këtë segment janë krijuar kolona të gjata automjetesh, ndërsa në rrugë ka borë dhe ngrica. Për shkak të këtyre kushteve, drejtuesit e automjeteve janë detyruar të lëvizin me shpejtësi të reduktuar. Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve për kujdes të shtuar gjatë qarkullimit dhe respektim të rregullave të trafikut, sidomos në drejtim të aeroportit. Policia e Kosovës ka kërkuar nga qytetarët që të respektojnë sinjalizimin rrugor dhe të përshtasin shpejtësinë e lëvizjes me kushtet aktuale të rrugës. Komuna e Malishevës bën të ditur se mësimi për gjysmëvjetorin e dytë në të gjitha shkollat e kësaj komune shtyhet deri më 14 janar. Ky vendim vjen duke u bazuar në rreshtet e fundit gjatë vikendit, të cilat e kanë rënduar situatën në terren përgjatë gjithë kësaj komune dhe kanë dëmtuar shumë rrugë, thuhet në njoftim. Në nivel vendi, sipas një vendimi të mashtit, gjysmëvjetori i dytë shkollor 2025-2026 është parapart të fillojë të hënën më 12 janar, ndërsa procesi mësimor në Kosovë ishte parapart të rinisë më 8 janar 2026. Por si pasojë e rreshjeve të mëdha mësimi ishte shtyr deri më datën 12 janar. Edhe komuna e Fushë Kosovës ka shtyr fillimin e gjysmëvjetorit të dytë. Drejtoria për arsim në këtë komunë ka njoftuar se fillimi i gjysmëvjetorit të dytë është shtyr deri më datën 19 janar 2026. Kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë në Tiranë, Nikolin Jaka, ka thënë se një trend i veçantë i periudhës së fundit është se Kosova është bërë investitori më i madh në Shqipëri, duke quar në rritje të ndjeshme të investimeve direkte dhe duke shfrytzuar potencialin e tregut shqiptar në sektor si pasuritë e palujshme, ndërtimi, energjia dhe turizmi. Bashkëpunimi ekonomik dhe tregtar ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë ka njoftuar përmirësime të dukshme gjatë viteve të fundit, duke reflektuar vullnetin politik dhe interesin në rritje të komunitetit të biznesit në të dy vendet. Kësaj shkëmbimet tregtare kanë arritur në nivele historike, ka thënë Jaka, duke shtuar se për pjesën e parë të vitit 2025, eksportet shqiptare në Kosovë vlerësohen rreth 420 milion euro, pothuajse 2 fish më shumë se sa periudha e njëjtë e vitit të kaluar. Importet nga Kosova drejt Shqipërisë janë gjithashtu në rritje, por në përgjithësi mbeten nivele më të ulta krahasuar me eksportet e Shqipërisë, ka thënë kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë në Tiranë, Nikolin Jaka. Në Gjilan sot fillon manifestimi tradicional Flaka e Janarit që i kushtohet përkujtimit të veprës dhe sakrificës së Recep Males, Nuhi Berishës dhe Kadri Zekës, si dhe figurave kyçe të rezistencës kombëtare shqiptare. Ju kujtojmë se Flaka e Janarit është manifestimi tradicional kulturor e kombëtar që organizohet çdo vit në Gjilan në muajin janar në nderim të figurave të shquara të çështjes kombëtare shqiptare, Recep Mala, Nuhi Berisha dhe Kadri Zeka, por edhe Jusuf e Bardhosh Gërvalla. Në kuadër të Flakës së Janarit organizohen aktivitete të shumta përfshirë homazhe, akademi përkujtimore, orë letrare, ekspozita artistike, shfaqje teatrore, koncerte dhe aktivitete sportive, ku marrin pjesë personalitete nga jeta kulturore, politike dhe shoqërore.
Viti 2025 shënoi një kthes të rëndësishme për të mbijetuarit e dhunës seksuale në Kosovë. Një burr rreth 50-tave nga Drenasi rrëfeu për herë të parë publikisht për dhunimin seksual nga forcat serbe. Ramadan Nishori, i cili mbajti të heshtur për më shumë se 26 vjet, gjithmerin e përjetuar në ditën memoriale të mbijetuarve të dhunës seksuale me 14 prill 2025, rrëfeu të gjithë ngjarjen para shoqërisë kosovare. Pas daljes publike, ai thotë se ndjehet me i lirë shpirtnisht dhe se nuk e kishte pritur asnjëherë këtë përkraje të qytetarëve. Nuk është e thone, tash çdo i mbjetu unë, se për me dollë publikisht janë dë shkollë pak ma do të me kalu në për të edhe kështu që nuk është puna vesh me dollë me vurë publikisht. Ju, le të vina për organizota, le të kërkuj ndihmë mas pori, që pështimi. Si shëkum ceku në zi se herë unë shumë herë para se me në organizatën ku më nuk me bon keq vetë vetës. E tash e ndi, unë që shka heke. Burri i parë që foli publikisht për dhunim seksual thotë se po ta dinte se do ta merrte këtë përkraje, do të fleste shumë më herët. Pej 14 prillit, tash drejtë me thonë jam pak ma i lirë kështu shpirtnisht, kur çfarë përkraje po më thonë si në rrugë të satë, me ndonë njëri në rrugë, a ka mundësi me pi një kohë me ty, është një respekt shumë i madh. Jam një shumë ma i, me pas dit, me të vërtet, me pas dit që kom që të përkrohet që shtë, ma herë të shadal. Se njëri shumë ma i shlirun. Rrëfimi publik i Ramadan Nishorit ka thyer edhe një tabu tjetër, thot drejtoresha e Qendrës Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës, Feride Rushiti, duke shtuar se pas rrëfimit të tij ka pasur shumë burra që për herë të parë janë paraqitur në organizat. Historia e Donit e ka thyer një tabu tjetër. Ka tregu që edhe burrat mund të afektohen nga dhuna seksuale gjatë luftës. Guximi i tij që ai përmes stories tij ka arrit me dëshmu edhe me që mesazhe pozitive, edhe miftu burrat edhe gratë e tjera me apliku, kanë citë më pastaj, jo vetëm në organizatën tonë, po edhe në organizatët tjera që më ardhë edhe gra, edhe burra, edhe me kërku, edhe shërbime, po edhe të drejtat e tyre, kështu që ne mendojmë që historia dhe guximi i Donit e ka sfidu edhe një herë miri ka dhënë fund tabus në relacion me burrat e afektuar nga dhuna seksuale. Vitin e kaluar, drejtoresha QKRMT-s, Feride Rushiti, e konsideron të drejtësisë. Ajo tregon se ka punuar me numër të madh të grave që përgatiten për të dhënë dëshmitë e tyre për të merret që kanë përjetuar. Me dënimet e mëhershme kemi arrit 58 vjet dënime për persona që kanë qenë të përfshirë në krime dhune seksuale të luftës, po për më shumë janë edhe 12 akta akuza të ngritura, të cilat janë procese sipër edhe për secilin rast. Qendra Kosovare për Rehabilitimin e Mbijetuarve të Torturës me një ekip profesional që ka një qasje të integruar në aspektin psikosocial dhe juridik, ka punu edhe po punon që rastet me arrit me dëshmu të vërtetën e tyre, pavarësisht që jemi 26 vjet pas luftës. Mos harrojmë se këto gra kanë edhe pasoja, edhe aspekti neurobiologjik i traumës, i bën që atë mozaikun komplet traumës me pas vështirë me dëshmu, kështu që po punojmë që këtu me dëshmu suksesshëm edhe me arrit me marrë drejtësi. Gruaja e parë që ndau rrëfimin e saj për dhunim seksual gjatë luftës së fundit në Kosovë ka qenë Vasfije Krasniqi Gudman. Më pas Shërete Tahiri Sulemani ka dorëzuar publikisht në Prokurinë Speciale Kallëzim Penal për rastin e saj. Numri i personave të përdhënuar gjatë luftës së fundit në Kosovë nuk dihet, por raportet flasin për rreth 20.000, ndërkaq aplikimi për njojën e statusit ka filluar në vitin 2018. Pas mureve të një objekti të ndërtuar në vitet e 60, dërgjohen historitë e 54 banorëve që për arsye të ndryshme janë detyruar të kalojnë pleqërinë larg familjes. Ata jetojnë në shtëpinë për personat moshuar dhe pa përkujdesje familjare në Prishtinë, ku jeta rrjedh mes historive të dhimbshme personale, sfidave të përditshme dhe përpjekjeve institucionale për t'u ofruar banorëve kushte sa më dinjitoze.
Gjilferie Bytyqi nga komuna e Suharekës është njëra nga banorët e cila ka 2 vjet qëndrimi në këtë institucion. Është pa familje dhe tërësisht e verbër, ndërsa thot se nuk ka pasur zgjidhje tjetër. Unë s'kam qenë e martuna, edhe baba, nana, vllaznia më kanë në vdek, e mësi jam 100% e verbër, unë s'kom pas banes teme, shtëpi teme, s'kom pas pare me pagu qiran, as me ble banes, as me ble shtëpi, as kur gja. Edhe qysh me jetu vetë kur je e verbër, e ashtu që merdh puna, gjithçysh me bë punën, me ardhë në shtëpi të pleqve. Historitë ngjashme rrethën edhe 82 vjeçarja Shejnaze Salihu, e cila tash e 15 vjet jeton në shtëpinë e të moshuarve. Ajo kujton vështirësitë që kishte në fillim të qëndrimit në shtëpinë e pleqve. Kur mërzitëm shumë, kur jëm konë mas keshti që randëm ka ardhen, psikologja e falenderoj që ka ardhen për çdo ditë më ka thonë qyshia je mirë. E pak ma lete këm pas. A për të shqyrë që kjo shtëpi e mujna mu strehu, kem ven. E ashtu që janë njerëz të mirë, na pritin mirë, na folin mirë, kuzhina pak e dobët. Në këtë institucion jeton edhe Nafije Ramadani, e cila ka 2 vjet që është strehuar këtu, ndërsa bart me vete një histori të rëndë familjare. Kam marrë për ma mirë këtu, më kënaqë, më kënaqë, më kanë përzonë, për së kije, vëlla, me pësar që më kanë përzonë. A keni fëmi? Ja, di këm pas dhe gjëmë, di që i ka i kam, martuve, di gjëmë këm pasë, mi kam i treni. Që kom një vjetën shëqërë për Zotit, mirë, shka me bo, Zotit e kanë edhe Zotit. Zotit ka marrë, shka me bo. Nga komuna e Prishtinës thonë se janë duke punuar vazhdimisht në përmirësimin e kushteve. Drejtoresha e Mirëqenie Sociale Adelina Sahiti thotë se komuna ka plane edhe për ndërtimin e një shtëpie të re për të moshuarit, por po kërkohen donator për shkak të kostos së lartë të projektit. Aktualisht e kemi një godinë e cila i përket të viteve të 60, sigurisht është një objekt i vjetruar, po për të cilin ne në këto 3 vite kemi investuar jashtëzakonisht shumë që të jetë sa më adapt për ta, sa më i përshtatshëm për ta, në mënyrë që edhe në vendet ku ata qëndrojnë, në dhomat ku ata e bëjnë gjumin, e në vendet në hapësirat e përbashkëta që i ndajnë të jenë sa më komode. Për vitin 2025 buxheti ka qenë 900.000 i dedikuar për shtëpinë e të moshuarve, pak a shumë i njëjtë do të jetë edhe për 2026-ën. Dhe kështu që është po konsideroj është një buxhet i cili do t'i përmbush të gjitha nevojat dhe kërkesat që kanë banorët tonë. Ndërkaq drejtoresha e shtëpisë të moshuarve në Prishtinë, Raza Aliçkaj, thotë se aktualisht në këtë institucion jetojnë 54 banorë, prej tyre 32 femra dhe 22 meshkuj. Vazhdimsi është punu, do më thonë edhe kur kemi qenë në kuadër të Ministrisë Mirëqenie Sociale, pastaj kur është bërë bashkëdyzimi i Ministrisë Mirëqenie Sociale dhe Ministrisë Financave, vazhdimsi është punu dhe punohet në ngritjen e kushteve dhe cilësisë standardeve për banorët e institucionit tonë. Ne kemi banorë të cilët nuk janë gjendje të mirë fizike, kanë probleme shëndetësore, kanë probleme kronike, do më thonë shëndetësore, reumatizmale, kardiovaskulare. Përkundër kushteve jo gjithmonë të mira, shtëpia për persona të moshuar dhe pa përkujdesje familjare në Prishtinë mbetet streha e fundit për shumë të moshuar, të cilët mes dhimbjes dhe kujtimeve kërkojnë mbi të gjitha përkujdesje, dinjitet dhe pak ngrohtësi njerëzore. Sekretari i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Bislim Bislimi, vlerëson se viti 2025 ka qenë i jashtëzakonshëm për infrastrukturën sportive në Kosovë. Ai flet për investimet, sfidat e disa komuna, planet për stadiumet dhe përgatitjet për lojrat mesdhetare 2030, si dhe mbështetjen buxhetore të federatave dhe klubeve sportive.
Duke theksuar për ecurinë e punëve në përgatitjet për lojrat mesdhetare, Bislimi thekson se bashkëpunimi me komunën e Prishtinës ka hasur vështirësi, duke bërë që disa investime të zhvendosen në komuna të tjera. Megjithatë, përgatitjet për lojrat mesdhetare, sipas tij, nuk janë ndikuar negativisht. Sa i përket çështjes së lojrave mesdhetare dhe bashkëpunimit ndërinstitucional, ne çuditërisht kemi pas një përvojë jo pozitive të bashkëpunimit me komunën e Prishtinës edhe në sektor tjerë që mbulon ministria. Për fat keq kjo është përcjellë edhe në pjesën e bashkëpunimit në fushën e sportit. Kemi pas një dështim të komunës për të siguruar lokacionin për ngritjen e kompleksit multisportiv në bashkëpunim me Federatën e Basketbollit që nuk është arrit sigurohet lokacion në vitin 2025 dhe ai investim me siguri do të zhvendoset në ndonjë prej komunave tjera të regionit Prishtinës. Kjo është do ta quaj një dëm ndaj perspektivës zhvillimore të sportit në kryeqytet. Bislimi ka bërë të ditur që janë planifikuar investime masive për lojrat mesdhetare, përfshirë fshatin olimpik, komplekse sportive dhe akuatike, me një vlerë totale që arrin rreth 253 milion euro për të gjitha projektet. Në terren do të kemi rikonfigurimin e qendrës së studentëve, që do të shërbejë si fshat olimpik, që do të pranojë akomodimin në një numër të madh të sportistëve dhe të 12 shkollave ose palestrave të shkollave në kryeqytet që shërbejnë si hapësira për stërvitje. Pastaj do të kemi investime shumë planshme masive në pallatin e rinisë të kulturës dhe të sportit në kryeqytet. Domethënë tash është nënshkruar kontrata me Bankën Evropiane për Investime për zhvillimin e projektit ideor dhe skematik, i cili do të jetë donacion për shtetin e Kosovës dhe që i paraprin pastaj negocimet kredis ndërkombëtare për të siguruar ekzekutimin e një projekti që vlera totale e tij do të jetë ndërmjet 50 dhe 60 milion euro. Pastaj do të kemi ngritjen e kompleksit pishinave ose qendrës akuatike që quhet, i cili do të jetë projekt nga e para, do të ndërtohet nga fillimi. Tani jemi në fazën e përcaktimit të lokacionit për këtë kompleks masiv. Është interesant që shumë pak shtete kanë këtë lloj të infrastrukturës, sepse edhe është e kushtueshme në realizim, po edhe më e kushtueshme në mirëmbajtje. Bislimi gjithashtu bëri të ditur se stadiumi nacional është përfshirë në projekt buxhetin e vitit 2026 dhe se mbi 20 stadiume të tjera po ndërtohen në gjithë Kosovën, sipas planit 5 vjeçar, me investime që kalojnë 200 milion euro. Rreth 70 vajza në moshën 16 vjeçe janë bërë pjesë e klubit të volejbollit për femra në Vushtri, duke parë këtë sport si një mundësi për zhvillim dhe të ardhme më të mirë. Megjithse përballen me probleme financiare dhe vështirësi të tjera, sidomos vajzat nga fshatrat, ato zhvillojnë stërvitje me përkushtim. Klubi i volejbollit për femra në Vushtri është themeluar nga Olta Kalludra nga Shqipëria. Ajo rrethon se nga dashuria e madhe për volejbollin vendosi të formojë këtë klub, në të cilin janë angazhuar lojtare kryesisht nga vendbanimet rurale. Ka interesim. Janë të fshatrave, janë të zonave rurale, edhe përshtatemi pak edhe për orarin autobusave kur udhtojnë ato, si u përshtatet atyre. Po, është rritur interesimi vajzave, ndryshojnë gjeneratat nga gjenerat, kam pas lojtare shumë të mira, po ka dhe tani që janë talente, janë të gjitha në moshën 16 vjeçare, nuk kam asnjë më të vjetër, 16 e poshtë, kështu që për mua është një sukses që klubin e kam nga 2005, sot jemi 2025, 20 vjetë. Zonja Kalludra vënë duke problemet me të cilat përballet klubi, e që janë mungesa e sponsorëve dhe lojtareve me provojë. Nuk mjafton që për shembull neve hymë në Superligën B, një shkallë më lartë se liga ku jemi tani, po pas sponsor general, 1 ose 2 sponsor general nuk mund të qëndrosh. Sepse ekipet përforcohen, marrin lojtare të huaja, marrin edhe kur nuk e ke sponsor general, pastaj bie përsëri në ligë të parë.
Për kjo është problemi kryesor. Mbështetje financiare që të kemi prurje dhe lojtarët tuaja pak më përvojë, se në një kategori më lartë normal duhet një përvojë më e madhe. Flasin edhe nxënëset që bëjnë orë stërvitje në këtë klub, të cilat synojnë një të ardhme në sportin e volejbolit. Motivon se jena një ekip shumë i mirë aden, edhe kena arrit shumë, edhe për çta ma shumë, edhe kum pas shumë thonë qefi që më kone vogël, volejbolin edhe sfida me lojtarët e tjera që kena ushtruar, kena bogara, ka qenë një sfidë shumë e madhe për neve, se kena luftu me një fjallë për me ka një ekip shumë aj fort. Të përfaqës vushtërën është një ndjenjë shumë e mirë, edhe që jemi vetëm ne si klub i vajza të këve vushtreja, edhe që këtë shtynë të veç me u motivu ma shumë. Klubi i volejbolit për femra në Voshtrim mbetet një mundësi e rëndësishme për zhvillimin e vajzave të reja në sport, përkundër sfidave dhe mungesës së mbështetjes së mjaftueshme institucionale. Mirupafshim në edicionin e radhës.